Kuksi vazhdon përforcimet në Mercato, 2 afrime për finalet e NBA-s. Kuksi po shfrytëzon maksimalisht ditët e fundit të Mercatos për të riformatuar skuadrën dhe për t'i dhënë më shumë alternativa stafit teknik në një moment të delikat të sezonit. Verlindorit kanë zyrtarizuar afrimin e 2 lojtarëve të ri, Mateus Alisson dhe Arselt Halilaj, të cilët e pritën të luajnë role të rëndësishëm në garën për NBA-s në kategorinë e parë. Arselt Halilaj afrohet pas një eksperiencë me Korabin, një skuadër rivale direkte në luftën për mbijetesë. Mesfushori 22 vjeçar shihet si një lojtar me potencial dhe me njohje të mirë të realitetit të kampionatit. Ish pjesëtar i kombëtarës shqiptare U19, Halilaj pritet të sjellë më shumë agresivitet, vrapim dhe qarkullim të topit në mesfushë, repart që ka vuajtur jo pak gjatë javëve të para të kampionatit. Në repartin ofensiv, Kuksi ka zgjedhur të përforcohet me Mateus Alisson, 23 vjeçari brazilian, i cili vjen nga Trepça në Kosovë, do të aktivizohet në krahun e djathtë të sulmit. Alisson vlerësohet për shpejtësinë, driblimin dhe aftësinë për të krijuar epërsi numerike në krah, element që i kanë munguar shpesh lojës së Kuksit këtë sezon. Për këtë arsye, drejtuesit e klubit kanë vendosur të ndërhyjnë në Mercato, duke shpresuar që afrimet e reja të japin menjëherë impakt në rezultate.